shumë keq me njëri tjetrin. Gjithë popullin, ka një për të tilla, por desha të deklaroj që jep tërheqjen, sepse je duke lënë një plak. Kjo do bëj shumë vite të marrë vetën dhe nuk do ta marrë vetën. Tek fëmijët e vegjël, jeni Edi Rama, qeveria jote, e Partisë Socialiste, është pa shkollë, duhet për kalamajt e vegjël këtu, në shtëpi, në lokal, në rrugë, është duke i traumatizuar, a kuptoni nga jeta, apo s'kuptoni, zoti kryeministër, je duke i traumatizuar kalamajt, lloj sharjesh, lloj ofendimesh, lloj çfarë urrëtie po bëhet për ta fëmijë, nuk e kuptojnë ata atë që kuptojnë ne, ata janë të vegjël, ata duan mirë, janë mirë je, hajde ke lale, hajde ke vaj, ata nuk duan. Rama i keqe, Berisha i keqe, populli i mirë, ky i keqe, ai i keq, ashtu urrëti shumë e keqe. Sus, drejtora, ngrihuni për kalamajt e vegjël, e të gjithë shoqëria shqiptare për fëmijët tanë, po do të rrisim pres shumë të keq, nuk është halli sot, po nesër pas 50 vjeç, po ata do rriten, po do marrin një mentalitet keq, po do ofendojnë njëri tjetrin, po do vriten me njëri tjetrin, sepse ata po të qojnë gjëra apo të poshtën për ne këtu, për çfarë bëhen këto sharje, për çfarë bëhen këto ofendime, për kryeministin për tërheqje, për çfarë bëhet kjo, për çfarë bën kryeministi këtë, e pat për para për interesa. Vllai dashur, je 60 vjeç, hap krahun në venderit të ri, ashtu edhe ne që të kalamaj që të popullit shqiptar.